Mbi këtë gur në Times Square, në një nga sheshet më të ngarkuar globit, ka qëndruar për një vit e gjysmë këngëtare e famshme shqiptare Parashevi Simaku. Ky ka qenë krevati i saj, kjo ka qenë dhoma e ndenjes saj. E kishte veshur me plasmas, kishte ngritur një çadër të vogël, 3 valixhe, ajo ka kaluar një vit e gjysmë të jetës saj, duke u kujdesur, duke shkuar në banjë dhe duke u pastruar në Bekerin përballë, pronarët e cilës dhe punonjësit e cilës janë treguar në mënyrë të jashtëzakonshme mbështetës për të, duke i sjell madje dhe ushqimin pikërisht në gurin ku qëndronte. Është në zemër të Times Square-it, njërit prej shesheve kryesor të New Yorkut. Ndërkohë që ajo ka kaluar thuajse 4 vjet në këtë zonë, një vit pak më tutje pra në zemër Times Square-it në kufizimin me rrugën 42 dhe një periudhë tjetër kohë në rrugën 48, që është eksaktësisht kjo këtu në këtë kthes. Në shi, në të ftohtë, në diellin përvolus të New Yorkut, ajo ka qëndruar gjatë gjithë kohës mbi këtë gur. Pra mbi këtë gur ku kthehet vazhdimisht me shqiptarët që e shoqërojnë për të treguar se si ka qenë jeta e saj. Me që shumë veta ishin kurioz kur ajo doli dhe u bë publik fakti që jetonte si e pastre në New York, këtu, mbi këtë gur, ka qëndruar për thuajse një vit e gjysmë duke ushqyer, duke pastruar përballë. Nga Times Square i New York.